Ato që kemi bërë fillimisht është ka që kemi qenë strukturimi i prokurisë speciale dhe policisë e Kosovës me qëllim që të merremi me sfidat e krimave të luftës. Një ndër sfidat ka qenë edhe çështja e personave të zhdukur dhe ka një rast të hapur për cilin ne kemi hetuar një kohë gjatë, ka filluar prokuroria Drita Hajdari. Kemi ende në punë. Cilën komunë po të fjallë? Kemi filluar një rast për zhdukjen dhe transportimin e kufomave ndaj Vllastimir Gjorgjević. Kemi kërku bashkëpunim juridik ndërkombëtar me mekanizmin ndërkombëtar. Është refuzuar kërkesa jonë. Vllastimir Gjorgjević në atë kohë ka qenë duke vujtur dënimin në Gjermani për shkak dënimit që ka marrë nga gjykata ndërkombëtare. Mekanizmi nuk e ka pranuar as intervistimin e tij, se në fund ne kemi provu të paktën intervistimin. Edhe së fundi ai ka përfunduar dënimin. Para përfundimit të dënimit ne kemi bërë një përpjekje për ekstradim, na është refuzuar kërkesa dhe pasi ka përfunduar dënimin është jeton në Serbi, tani të paktën me asaj që dini. Është rast i hapur për zhdukjen e kufomave dhe transportimin e tyre në Serbi. Ajo që ne bëjmë në këto 5 vite që kemi mandat është identifikimi i rasteve, pastaj përpunimi aty në rasteve me policinë e Kosovës dhe organizata tjera dhe institucionet që janë prezent. Kuptohesh është një çështje përveç se është e ndihshme shumë komplekse dhe ne po mundohemi të trajtojmë në atë mënyrë që edhe të bëjmë punën tonë edhe mos t'i përfshijmë traumatizimin e sërishëm të viktimave. Çdo kërkesë që vjen apo çdo informacion që vjen e transmetojmë te Policia e Kosovës dhe Policia e Kosovës së bashku me Komisionin qeveritar për personat të zhdukur dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore i kryejnë procedura të cilat tashmë janë një lloj standardi i punës tonë përditshme.